Vuani nga pagjumësia, ja receta që ju vendos në gjumë për 1 minutë. Të gjithë prej nesh kemi kaluar shumë ose disa net pa gjumë, të shqetësuar për orën që po kalon ngadalë, qetësia vrastare dhe mendja bredharake që nuk dinë të ndalojnë në ato momente. Pagjumësia është e keqe dhe ushqet nga depresioni, stresi, gjithashtu dhe ankthi. Sipas ekspertëve të Healthline, pagjumësia mund të shkaktohet edhe nga disa medikamente të cilat mund t'i përdorni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sidomos ato të cilat përdoren kundër dhimbjeve, ilaçet e zemrës, gjithashtu edhe ilaçet e tensionit të lartë të gjakut. Këto ilaçe nxisin nevojën për të urinuar dhe shkaktojnë gjithashtu një rritje të papritur të niveleve të ankthit në organizëm. Kura bimore kundër pagjumësisë janë të shumta, por jo të gjitha funksionojnë njësoj në të gjitha rastet. Në këtë video, sipas Lip Speaker, do të mësoni disa receta ideale dhe ushqime të duhura të cilat mund t'i përfshini në dietën tuaj, të cilat mund t'ju ndihmojnë dukshëm në luftën kundër pagjumësisë dhe të cilat funksionojnë me të vërtetë ndjeshëm. Çaji i bananes është një recetë shumë e mirë që do ju ndihmoj në qoftë se vuani nga problemet e pagjumësisë. Kjo recetë organike do të bëjë mrekulli gjithashtu edhe për shëndetin tuaj, pasi është e pasur me elementë të mirë për cilësinë tuaj kundër problemeve të çrregullimeve të gjumit dhe relaksin e muskujve. Magnezi është një mineral nga më të mirët në qetësimin e mendjes bredharake. Çaji përgatitet në vetëm 10 minuta dhe mund të konsumohet çdo mbrëmje përpara gjumit, duke ju ndihmuar të keni një gjumë më të rehatshëm dhe duke evituar kështu problemet e pagjumësisë. Përbërësit që u duhen në realizimin e këtij çaji janë një banane, një çajnik, një majluge me kanellë. Përgatitja e çajit të bananes bëhet në këtë mënyrë të thjeshtë. Prini bishtat dhe majën e bananes dhe vendosni me gjithë lëkurë në ujë për të vluar. E lini të ziejë për 10 minuta, përdorni një kulluese dhe hidheni çajin në një filxhan. Nëse dëshironi mund të shtoni kanellën dhe ta pini atë përpara gjumit. Nëse shqetësoheni për shije, nuk ka arsye sepse ky çaj është i ngrohtë, i shijshëm dhe ka efekte të mira qetësuese për ju dhe për organizmin tuaj. Varësia e riskut ndaj ilaçeve të gjumit mund të kthehej në anën negative për organizmin. Ndaj duhet të përzgjidhni më shumë receta natyrale të cilat mund t'i përgatisni edhe vetë në kushte shtëpie për të sjellë një gjumë më të rehatshëm të natës dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Ilaçet e gjumit do të ofrojnë edhe një nxitje të shpejtë të ankthit dhe gjithashtu mund të shkaktojnë probleme në të ardhmen. Pavarësisht nëse merrni ilaçe, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë një përzgjedhje të duhur të dietës për të menaxhuar problemet e pagjumësisë dhe për të sjellë gjithashtu një gjumë më të rehatshëm dhe më të mirë çdo mbrëmje. Është e rëndësishme që nëse vuani prej kohësh nga pagjumësia t'i drejtoheni mjekut specialist. Gjatë ditës të gjithë harxhoni shumë energji, kështu që ju duhet një gjumë i mirë dhe i rehatshëm gjithmonë në mbrëmje, por shpesh herë keni të vështirë të flini. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flen të paktën 7 deri në 9 orë gjumë pa ndërprerje, në mënyrë që trupi dhe mendja e tyre të qetësohen. Sidoqoftë nëse keni probleme që të flini në mbrëmje, duhet të dini që për fat të mirë ekzistojnë receta natyrale që përshpejtojnë kështu cilësinë tuaj të gjumit dhe mbajnë larg problemet e pagjumësisë. Sipas Lip Speaker, qumshti i ngrohtë është një nga alternativat më të mira të cilat mund t'japin rezultate fantastike në një cilësi më të mirë të gjumit në mbrëmje. Qumshti i ngrohtë është një opcion shumë i mirë për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban nivele të mira të tripofanit të cilët të rrisin serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë gjithashtu edhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet në shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi mund të nxjisë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit, edhe të ata persona të cilët të vuajnë nga problemet e pagjumësisë kronike. Çaji mentes është një alternativë e mirë për të nxitur një gjumë të mirë dhe komod në mbrëmje. Çaji mentes do të lehtësojë kështu dhimbjet e stomakut për shkak të efektive të tij antiinflamatore.
Mentet gjithashtu do të zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupin të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një nga mundësitë e shkëlqyera për të marrë parasysh në dietën tuaj, sepse do të sjellë kështu rezultatet e duhura qetësuese dhe do të mbajë larg problemet e pagjumësisë. Lëngu i qershive është një pije fantastike, sidomos në këtë sezon, që mund të ndikojë në rritjen e cilësisë së gjumit dhe evitimin e problemeve të pagjumësisë. Lëngu i qershive njësoj si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të ndihmojë në prodhimin e hormonit të melatoninës duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më të rëndësishme efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushimi në mbrëmje dhe duke siguruar kështu një gjumë më të rehatshëm dhe më të mirë edhe për të arritur edhe rikuperimin e mirë të trupit. Qumshti i arrës së kokosit është një alternativë e çmuar kundër problemeve të pagjumësisë. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale, të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjithashtu një gjumë të mirë dhe komod në mbrëmje. Përveç kësaj, ato do të zvogëlojnë presionin tuaj të gjakut, entjen në veshka dhe falësasive të mëdha të elektroliteve të tyre natyrore, ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet më mirë në mbrëmje. Bananet janë një alternativë e çmuar që mund të sjellin shumë përfitime në rastin tuaj specifik, duke siguruar kështu një gjumë më të mirë dhe komod dhe duke evituar problemet e pagjumësisë. Bananet përmbajnë nivele shumë të mira të elementëve të triptofanit, përveç dy mineraleve kryesore në relaksin më të mirë të muskujve, kaliumi dhe magnezi. Fruti ka efekte qetësuese në funksionet në mënyrë integrale dhe zvogëlon gjithashtu stresin tuaj fizik dhe pengon gjithashtu problemet e pagjumësisë. Ndaj një përzgjedhje e duhur e ushqyesve në dietën tuaj sigurisht do të luajë një rol fantastik në cilësinë tuaj të mirë të gjumit dhe do të evitojë problemet e pagjumësisë. Çaji i jeshil është një mundësi që mund të shtojë shumë përfitime në dietën tuaj dhe të mbajë larg problemet e tyre. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi e shkëlqyer për cilësinë tuaj të gjumit. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafein është alternativa më e mirë ushqyese për shëndetin. Ky çaj relakson dhe largon stresin duke ju ndihmuar të flini më mirë në mbrëmje dhe të evitoni kështu problemet e pagjumësisë. Qumshti i bajameve. Qumshti i bajameve ka gjithçka që i duhet për të marrë trupi një gjumë të mirë dhe komod në mbrëmje. I pasur me nivele shumë të mira të magnezit, qumshti i bajameve ka provuar të jetë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen më të mirë të gjumit dhe relaksin më të mirë në mbrëmje. Njësoj si qumshti i lopës, qumshti i bajameve ka nivele të mira të triptofanit, por falë kësaj trupi mund të prodhojë gjithashtu edhe melatoninën. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret tuaja të gjumit. Kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren që të marrin gjithashtu edhe orët e duhura shtesë për të fjetur më mirë dhe për të patur një gjumë cilësore në mbrëmje. Sigurohuni të bëni gjumin e duhur dhe kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në luftën kundër problemeve të pagjumësisë dhe krijimin e shqetësimeve të tyre. Çaji i kamomilit është alternativa më e mirë ushqyese për ju. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse. Zakonisht ai rekomandohet gjithashtu edhe për dhimbjet e stomakut, pasi mund të ndihmojë në tretjen e mirë dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë një nga alternativat më të çmuara për të shtuar vazhdimisht në dietat tuaja ditore dhe për të mbajtur larg kështu komplikacionet e tij. Shtimi i çajit të kamomilit në vaktet tuaja mund të përkthehet si një zgjedhje shumë e mirë për të nxitur gjumin e rehatshëm në mbrëmje dhe për të evituar gjithashtu problemet që sjell pagjumësia. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.